Asude e shqetësuar për mungesën e Firazit në mbledhje, e ndjen këtë si një përgjegjësi serioze nga djali i saj. Sidomos në një moment kaq të rëndësishëm për kompaninë dhe familjen, ajo nis menjëherë të kërkojë vendodhjen e tij dhe të kuptojë arsyeën e mungesës. Ndërkohë Gorkem dëgjon të gjithë bisedën dhe reagon në heshtje. Megjithse ajo nuk shfaq menjëherë emocionet, në mendjen e saj fillojnë të zhvillohen plane. Ajo e kupton se mungesa e Firazit mund të jetë një mundësi për ta përdorur në favor të saj dhe Fatit, për të forcuar pozicionin e tyre në kompani dhe për ta treguar Firazin si një të papërshtatshëm për përgjegjësi të rëndësishme. Po çfarë planesh do të ketë pas kësaj bisede që dëgjoi Gorkemi? Ta shfrytëzoi këtë incident për të bindur babain e saj se Fati është më i përshtatshëm si trashëgimtar i kompanisë, ta paraqis Firazin si të paqëndrueshëm në punë dhe i paaft që të marrë vendime të rëndësishme, të krijojë një konflikt të fshehtë mes Firazit dhe pjesës tjetër të familjes për të dobësuar pozitat e tij. Abdullah i vën në vështirësi nga presioni i Omerit për ta përjashtuar nga kompania, pranon një takim në një drek me babain dhe vëllain e Gorkemit. Takimi është i ngarkuar me tension të nënkuptuar, veçanërisht nga ana e vëllait të Gorkemit, i cili përdor ironi dhe një qendrim të ftohtë për të vënë në dukje situatën e vështirë të Abdullahit. Megjithatë, ata i ofrojnë një aleancë të heshtur, mbështetjen e tyre për Fatin nëse Abdullah do të jetë i gatshëm të bashkëpunojë dhe të zbusë ndikimin e Omerit në kompani. Kjo është një lëvizje strategjike, një ofertë që vjen me kushte të fshehura, por që mund të jetë shpëtim për Abdullahin në këtë moment delikat. Meri, mbesa e Sozemit, gjatë një shëtitje të rastësishme në park, ndalet për të biseduar me një nën tjetër. Në një moment djeshmërie, ajo i tregon se po kujdeset për vajzën e tezes së saj, e cila ka ndërruar jetë. Gruaja interesohet më tej dhe e pyet se me kë është fëmia tani. Meri përgjigjet se Abdullah ka punësuar një dado për ta ndihmuar në kujdesin ndaj vajzës. Por biseda merr një kthes të papritur. Gruaja i rrëfen Merit se nuk ka fare besim tek dadot, duke i treguar se ka dëgjuar raste ku ato përdorin ilaçe ose substanca për t'i bërë fëmijët të flenë gjatë gjithë kohës, që të mos kenë punë me ta. Kjo bisedë mbjell dyshime të mëdha te Meri, e cila fillon të shqetësohet për sigurinë e vajzës së tezes. Edhe pse nuk ka prova konkrete, fjala e gruas së panjohur e tronditi mjaftueshëm për ta bërë të dyshojë në kujdesin që po i ofrohet vajzës në mungesë të saj. Gjatë një shëtitje të zakonshme, Pembeni, Laj dhe Gorkem përballen me një situatë krejt të papritur. Një turm njerëzish i rrethon dhe i drejton në mënyrë të padukshme drejt një kishe. Gratë të habitura dhe të zëna në befasi nuk e kuptojnë fillimisht çfarë po ndodh. Kur arrinte dera e kishës, prifti del dhe i fton me mirësjellje që të hyjnë brenda dhe të ulen. Kjo ftesë i vën në siklet për shkak të bindjeve të tyre fetare dhe ambientit të panjohur, dhe pas një shkëmbimi shikimesh plot tension, ato vendosin ta refuzojnë ftesën me edukat dhe largohen nga aty me një ndjenjë ngarçi e hutimi. Asude e zemëruar dhe e zgënjur nga sjellja e Firazit shpërthen në mënyrë dramatike. Ajo shkon në dhomën e tij dhe pa paralajmërim i e thuj të ftohtë për ta zgjuar. Ky gjest tregon jo vetëm acarimin e saj, por edhe zhgënjimin si nën nga papërgjegjësia e djalit të saj. Ajo i kërkon llogari për mungesën në mbledhjen e rëndësishme të kompanisë, duke i thënë qartë se me këtë sjellje të përgjumur dhe të pakujdesshme nuk do të bëhet kur një biznesmen i vërtet. Fjalët e Asudes janë të drejtë për drejta dhe plot zhgënjim, duke treguar se ajo kishte shpresa të mëdha për përfshirjen e tij në biznesin familjar. Zemërimi i saj kalon edhe në punëtorët e shtëpisë. Ajo i thërret dhe u kërkon llogari pse nuk e kanë kontrolluar Firazin. Ajo kujton atyre se rroga që marrin nuk është vetëm për të shërbyer, por edhe për të mbajtur në vëzhgim disiplinën e djalit të saj. Omeri shpreh Mustafait shqetësimin e tij se për shkak të atmosferës së asaruar dhe konflikteve të fundit, mund të mos marrë pjesë në mbledhjen e ardhshme të kompanisë. Megjithatë, mbledhja nis dhe Fati me ironi therse e ngacmon Omerin duke e pyetur publikisht: "Ku e ke ndihmësin tënd?" Duke ju referuar mungesës së Mustafait, komenti nënkupton dobësinë e pozitës së Omerit dhe përpiqet të krijojë një atmosferë presioni. Në vijim, Omeri në përpjekje për të ruajtur autoritetin, deklaron se ai zotëron shumicën e aksioneve të kompanisë, duke u përpjekur të riafirmojë pozitën e tij. Por pikërisht në këtë moment, Abdullahi e surprizon me një kundër deklaratë të fortë. Kapitalin më të lartë tani e ka Fati.